Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ish presidentit Kosovës jepet leja pas 4 refuzimesh për të vizituar babain e tij në Prishtinë për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Hashim Thaçi vizitoi Tiatin në klinikën interne. Ai u shoqërua nga forcat të shumta të sigurisë. Në refuzimet e mëhershme, speciale vlerësonte se gjendja e babait të Thaçit nuk ishte aq e rëndë. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejub Maqedonse, deklaron se asnjëherë nuk ka bërë zotim të letrës së ish-kryeministrit Hashim Thaçi drejtuar sekretarit të atëhershëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Në të qeveria e Kosovës zotoi se FSK nuk shkon në veri pa pëlqim paraprak të NATO-s. I pyetur nga gazetarët në konferencë për media, Maqedonsi tha se do ta respektojë atë pavarësisht se nuk pajtohet. Ne kemi vazhduar të theksojmë gjithmonë që do të respektojmë zotimin e vitit 2013, pavarësisht që ne nuk pajtohemi asesi me kufizimet që ka për veprim forca e sigurisë së Kosovës në veri të vendit pa koordinim paraprak me KFOR-in, mirë po do të vazhdojmë të respektojmë këtë zotim duke koordinuar gjithmonë paraprakisht me KFOR-in para se të dërgojmë trupa eventualisht në pjesën veriore, pra më saktësisht në 4 komunat veriore të vendit tonë. Rajoni. Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Aguilar, refuzon komentet mbi mosdhënien e vizës për ministrin e politikës sociale dhe demografisë dhe rinisë Fatmir Limani. Aguilar tha se nuk mund të tregoj për shkak të ligjeve të rrepta të privatësisë, por theksoi se ministri mund të përgjigjet, pasi ambasada për çdo vendim informon aplikantin për vizë. Prakimi i ligjit të rrepta të privatësisë në Shtetet e Bashkuara, pra nuk mund të diskutojë asnjë problem me vizat të asnjë individi. Do t'ju drejtoja tek ministri ta diskutoni se çfarë ka ndodhur, por thjesht do t'ju them se me çdo aplikant të vizës së Shteteve të Bashkuara që procesi i shpjegohet individit dhe nëse ka diçka shtesë, edhe ajo shpjegohet, tha mes të tjerësh ambasadori amerikane në Shkup Angela Aguilar. Qeveria e Maqedonisë së Veriut përshëndet veprimin e prokurorisë për hetim. Zëvendës kryeministri Zet Mexhiti hapin e prokurorisë e cilëson si goditje të fuqishme ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ai porositi se askush nuk është mbi ligjin dhe kushdo që tenton të bëjë të njëjtën do të vazhdojë të përballet me ligjin dhe shtetin. Nuk ka kompromis me korrupsionin dhe sidomos këtë rast kur nuk është dëmtuar vetëm buxheti dhe financat e shtetit, por është rënduar dhe shëndeti i qytetarëve. Prandaj, kjo është dyfish e rëndësishme si rast, ndërsa tjetra është një luftë ndaj korrupsionit pa etiketime etnike, ideologjike e të tjera, tha Zet Mexhiti. Hetimet e prokurorisë filluan për cilësinë e dobët të mazutit e cila në 2 tender gati prej 300.000 tonë u furnizua test negotin në periudhën 2021-2023. Për këtë nuk dhan detaje as nga drejtoria e doganave. Nga prokuria për krim të organizuar dhe korrupsion thonë se në bazë të dëshmive hetimet edhe mund të zgjerohen. Qeveria maqedonase akuzon opozitën shqiptare se qëllimin e vërtet nuk e ka interpelancën ndaj gjykatësve kushtetues, por të mbulojë krimin. BDI-ja ka më së paku interesimin për gjuhën shqipe dhe çdo gjë tjetër duke përfshirë dhe gjykatësit kushtetues. Ata kanë frikë për kapitalin e tyre të fituar në mënyrë kriminale dhe për dyshimet e bazuara për krimet që ndodhen vitet e fundit, sidomos 2 vitet e fundit, sepse në këtë mënyrë ndryshuan kodin penal. Për fat keq i dhan vetes amnesti për krimet e skaluarës dhe fatkeqësisht nuk mund të bëjmë asgjë për këtë, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski. Një ditë pas votimit të interpelancave në Kuvend, asnjë nga 5 anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Republikës Maqedonisë së Veriut nuk është shprehur i gatshëm të japë dorëheqjen. Të 5 anëtarët kundërshtuan dhe konsideruan të palishme kërkesën për tërheqjen e tyre. Nëse nuk dorëhiqen në periudhën e ardhshme, do thotë se disa prej tyre do qëndrojnë në Këshillin Gjyqësor edhe për të paktën 4 muaj, ndërsa të tjerët për gati dhe 3 vjet. Deputetët ditë më parë votuan interpelancë dhe 5 anëtarëve të zgjedhur në Kuvend, ndërsa në konkluzion thuhet se në të ardhmen do të humbasin legjitimitetin për të marrë pjesë dhe për të vendosur për Këshillin Gjyqësor. Gjithashtu theksohet se asnjëri nga 5 anëtarët nuk ka përmbushur detyrimet. Maqedonia e Veriut ndryshon ligjin e mediave. Internet portalet e regjistruara me adresë vendore do të regjistrohen si media, sipas qeverisë. Kjo do të ndihmojë në stimulimin e vetrregullimit të mediave, profesionalizmit dhe konkurrencës. Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për media synon të forcojë konkurrencën në hapësirën mediatike dhe të zgjidhë problemet ekzistuese me portalet e internetit, duke krijuar një kornizë ligjore që njeh ato si të tilla, përkatësisht duke përcaktuar rregulla të qarta për themelimin dhe regjistrimin e tyre, njoftoi nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Sipas raportit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në zgjedhjet parlamentare të vitit kaluar, mbi 150 portale kanë fituar gjithsej 811.000 euro.
Profesor Dr. Bekim Fetaj është zgjedhur rektori i Universitetit Nën Terezë në Shkup. Sipas listave zgjedhore të fakulteteve të regjistruara, ishin gjithsej 76 votues në ditën e votimit, votuan 74, 73 të vlefshme dhe 1 e pavlefshme dhe 2 votues nuk shfrytzuan të drejtën e votës. Mandati i rektorit të zgjedhur zgjat 3 vjet, duke filluar nga 26 prilli 2025. Profesor Dr. Bekim Fetaj është doktorant i shkencave kompjuterike, i cili ka mbaruar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Teknologjisë në Graz. Ai gjithashtu mori diplomën master nga Oxford Brookes University në Angli. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kosi konfirmon edhe një herë Shqipërisë vullnetin për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës së parë në Tiranë pas marrjes zyrtarisht detyrës, Marta Kos u sigurua të nënvizoj se BE do Shqipërinë brenda familjes europiane dhe kjo e bën Europën edhe më të fortë. Vendi juaj ka ecur vërtet shumë mirë në rrugtimin e vet drejt Bashkimit Evropian. Sigurisht që është gjeopolitika ajo sot që na tregon që gjithçka mund të jetë e mundur dhe që një gjë mund të jetë stabil dhe rrugtimi juaj drejt Bashkimit Evropian është i sigurt në udhën e vet dhe është i vërtet. Kryeministri Edi Rama garantoi Komisionerin Evropian se Shqipëria do ta meritojë këtë anëtarësinë. Ne e dim se nuk ka alternativë tjetër, sepse e dim se s'ka alternativë të lirisë individuale të barazisë para ligjit të bashkëjetesës në diversitet, tha mes të tjerash kryeministri i Shqipërisë në konferencën për shtyp me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicioz të përfundimit negociatave brenda 2027-s dhe ambicia jon është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës të hynë nga ai korridori me atë konstelacionin e yjeve, edhe jo nga ai korridori tjetër ku shkruan të tjerët. Nga 14 marsi shkurtohet koha udhëtimit drejt Tiranës dhe qarkut të Dibrës dhe Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Edi Rama konfirmon hapjen e tunelit të Murrizit. Kreu i qeverisë lajmin e dha një ditë pasi dorëzoi listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Ky është tuneli shumë pritur i Murrizit, i cili më në fund u dorëzua. Kryeministri premtoi se sa të jetë ai në qeveri, rruga e Arbrit do të jetë pa pagesë. Ky tunel është ndërtuar me partneritet publik-privat, e gjithë rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit dhe tuneli sa të jem unë, këtu s'do të ketë tarif, deklaroi kryeministri Edi Rama. Mbetet në masën e arrestit në burg kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia, i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Zbutet masa e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie për biznesmenin Elman Abule, i akuzuar për pastrim parash në çështjen e Veliajt. Abule kërkoi mas tjetër me argumentin se mungesa e tij po i shkatërron biznesin, ndërsa ka dhe arsye familjare. Masa detyrim paraqitje është lënë në fuqi për 3 biznesmenët Gentian Sula, Meriman Palushi dhe Shkëlqim Fusha, të cilët akuzohen për korrupsion aktiv. Ky vendim i jap rrugë Veliajt që t'i drejtohet gjykatës së lartë në rekurs. Një absurditet që vetëm në Shqipëri ndodhe, komentoi avokati Max Saxhia, njëherë kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë, vendimin e gjykatës për të lënë në arrest me burg kryebashkiakun Erion Veliaj. Në një prononcim për mediat, Saxhia është i mendimit se për vepra që nuk paraqesin shkallë rrezikshmërie nuk mund të aplikohet masa arrestit me burg. Presim të ndodhë një çudi dhe në gjykatë lartë. E natyrës që të pranoj kërkesën e përzëvendësimin e masës së arrestit të Erion Velis, sepse nuk konkurron asnjë nga kushtet dhe kriteret për mbajtur në burg një person të tjetër. Në listën e koalicionit janë djem, vajza, burra e gra që kanë bërë një qendresë epike gjatë këtyre 4 vite, është komenti kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha për skuadrën e kandidatëve për deputet opozitës në zgjedhjet e 11 majit. Një listë e tillë kaq cilësore nuk është paraqitur para elektoratit shqiptar, është komenti i ish-kryeministrit Berisha, ndërsa nuk munguan akuzat ndaj rivalëve politik. Shqiptarët pra pan mbrëm kontrastin e jashtëzakonshëm midis kandidatëve të opozitës për Shqipërinë madhështore, të aleancës për Shqipërinë madhështore, ndërta politikan me eksperiencë dhe të përkushtuar, promotor të kauzave të drejta dhe të mëdha të qytetarëve shqiptar, pan në listën e koalicionit për Shqipërinë e aleancës për Shqipërinë madhështore. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.